Vetëdija kuantike përpiqet të bashkojë fizikën kuantike me neuroshkencën në kuptimin shkencor. Pikërisht, këtë mund të zbullosh seri sullukun. E seri sullukun dhe më thënë, më thellë është udhëtimi i brendshëm dhe morali i njeriut drejt Allahut përmes shpirtit dhe egos së tij. Mund të zbullosh seri sullukun sepse ekziston një dituri më e madhe se shkenca. Çfarë është vetëdia? Vetëdia është rezultati i aktiviteteve elektrike dhe kimike të trurit. Normalisht truri dërgon sinjale dhe sekreton kimikate. Por çësia kuantike thotë se mund të ekzistojë një fushë më e thellë dhe e padukshme në tru. Pikërisht në atë fushë fshihet sekreti i njeriut. Allahu të ka dërguar në këtë botë për të zbuluar këtë sekret. Të përpiqesh ta kuptosh këtë sekret, do të thotë të realizosh versionin më të mirë të vetes.